Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim wa ubarik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Së pari, pas falënderimit të Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilin e lavdërojmë, atij i kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, të ka i kërkojmë falje për gjunafet tona, për mangësitë dhe pafuqinë tonë për të adhuruar atë ashtu si ai kënaqet dhe na ka urdhëruar. Falenderoj edhe organizuesit edhe të kësaj tribune, duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala që ta bëjë të dobishme për ata që flasin dhe për ata që dëgjojnë. Dhe lutë Allahun azza wa jall që nga ky Ramazan të dalim më të plot, më të afërt me Allahun subhanahu wa ta'ala, më të fortë për të vazhduar rrugëtimin drejt tij, sepse që të gjithë jemi udhëtar drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe çdo udhëtar ka nevojë për furnizim, ka nevojë për forcë, ka nevojë për motivim. Dhe të gjitha këto, o vëllezërit e mi, i kemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Edhe një herë falenderoj Allahun subhanahu wa ta'ala, atë e lavdëroj, i jam mirënjohës për çdo mirësi që na ka dhuruar, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje që të na forcojë në rrugëtimin ton. Qëmë salavate për më të mirën e krijesave, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edukatorin, i cili na dha shembullin më të mirë se si njeriu e përgatit veten, e edukon veten brenda Ramazanit. Jo më kot në një nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, nga hadithet e para që janë në Sahihun e Buhariut, përmendet se profeti sallallahu alaihi wasallam ishte më i begatshëm se sa era që vjen me begati nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe begatia dhe mirësia e profetit sallallahu alaihi wasallam shtoi edhe më shumë në muajin e Ramazanit. Pse o vëllezërit e mi? Sepse muaji i Ramazanit është një muaj që njeriu ndryshon në të. Njeriu përgatit veten, e forcon atë për vazhdimin e udhëtimin pjesën e mbetur të vitit, dhe në Ramazanin tjetër. Është si thuash një stacion i domosdoshëm, ku njeriu zbret për të fuqizuar, për të ushqyer fort shpirtin e tij, sepse e di që udhëtimi do të jetë i vështirë, do të vazhdojë deri në pikën e fundit kur takojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra, Ramazani o vëllezërit e mi është stacion, dhe njeriu gjatë jetës së tij çdo vit e ka një stacion të tillë. Luma i që në këto stacione merr forcë, e fuqizon veten dhe e përgatit atë për të vazhduar udhëtimin e vëllezërit e mi. Nëse nuk e shikojmë Ramazanin në këtë formë, pra si një stacion që ne kemi nevojë të marrim furnizim nga Zoti ynë subhanahu wa ta'ala, vallahi nuk e kemi kuptuar Ramazanin siç duhet. Thjesht si një sezon që ndryshon mënyra e jetesës, por nuk e kemi kuptuar ashtu si duhet, nëse nuk mendojmë seriozisht për të ndryshuar dhe për të fuqizuar veten tonë në Ramazan. Prandaj duhet të qëndrojmë disa momente në disa aspekte në të cilat Ramazani e fuqizon njeriu. Dhe njeriu e ndryshon marrëdhënien e tij me veten e tij në Ramazan. Dhe përpiqet të ndryshojë vetveten në Ramazan dhe të marrë forcë në Ramazan. Le të qëndrojmë disa pika kryesore. Nëse do t'i përmbledhja që në fillim këto pika, e para është el mujahadatu bin nafs, ose mujahadatu nafs, është lufta me vetveten. E dyta është arritja e takvallëkut. Dhe nëse nuk e arrin takvallëkun, që e përmendi hoxha i nderuar dhe e tha si pikën thelbësore që kërkon Ramazani, nëse nuk e arrin takvallëkun dhe ta nënshtrosh veten të bëhesh prej muttaqinëve në Ramazan, atëherë besoj se nuk kemi arritur atë që duhet nga muaji i Ramazanit. Pastaj është kurimi i disa defekteve që kemi në shpirtin ton, në zemrat tona. Ramazani është koha kur mund t'i korrigjojmë ata. Madje është koha më e mirë e mundshme që njeriu mund të korrigjojë veten e tij. Sepse Ramazani ka disa veçori, siç do t'i përmendim, të cilat nuk janë në muajt e tjerë. Ka disa veçori që nuk e gjen dot në kohë tjetër, që shejtanët janë të lidhur, që portat e xhenetit janë të hapura, portat e zjarrit janë të mbyllura.
Dhe Allah subhanahu wa taala pra në çdo ditë Ramazani pra thot ya baghi al-khairi aqbil, o ti që kërkon të mirën përkushtohu. Dhe o ti që kërkon të keqen frenohu. Nuk i gjen dot në të gjitha muajt e vitit. Ky është sezon vallahi, një sezon i madhërisht. Që lutë Allahu subhanahu wa taala fillimisht na bëj ta kuptojmë atë dhe pastaj të përkushtohemi në përmbushjen e tij. Dhe një pikë tjetër që do të qëndrojmë është menaxhimi i kohës dhe rishikimi i marrëdhënieve që kemi me veten tonë se si e shfrytëzojmë kohën. Këtë pasuri që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk kemi gjë tjetër veç se ditë dhe net. Siç thot Hasan al-Basri dhe shumë prej të vjetërve, prej selefëve, ja ibn Adam inma anta waqt. O biri Ademit tije, nuk ka asgjë tjetër veç se kohë. Një fraksion kohe. Në këtë kohë të gjatë që ekziston një gjithësia. Filloi, do të mbaroj një ditë. Edhe Ramazani fillon dhe mbaron. Pra një lloj meditimi në marrëdhënie që kemi me kohën. Pra riformulimi i projekteve tona për jetën. Këto ishin disa pika që do të qëndrojmë në këtë bisedë të përbashkët. Elus Allahu subhanahu wa taala na jap dobi në to dhe elus Allahu subhanahu wa taala të na përmirësojë gjendjen tonë. Së pari vëllezërit e mi. Ramazani e mëson robin se si të luftoj me vetveten. I jep robit leksion në mënyrë shumë të natyrshme, shumë të thjeshtë, pa fjalë të mëdha të shumta, por me vepra praktike. E mëson njeriu që yujahid nafsehu. Çfarë është mujahidetun nafs? Është nënshtrimi i vetes tënde në atë qëllim që i ke vendosur asaj. Me fjalë të tjera, të mos e lejosh veten që të mposhtë. Dhe ti të ndjekësh epshet e saj, shfrenimet, impulset, të cilat vinë sa kaq. Ai që yujahid nafsehu do të thotë që ai ka dalë i suksesshëm në mënyrën se si e menaxhon veten e tij, dëshirat e tij, epshet dhe pasionet që ka gjatë ditëve dhe netëve. Nëse nuk je i aftë që të nënshtrosh veten, vallahi, je për atyre që ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Ai ke para atë që si zot të vetin e merr epshin e tij. Dhe Zoti subhanahu wa taala e ka lënë në humbje me diturinë e tij, sipas dy kuptimeve që sjellin dietarën tefsirin e ajetit. Pra vëllezërit e mi, është shumë e rëndësishme njeriu të marrë frerët e vetes tij në dorën e tij. Suksesi është pikërisht ky. Nëse je i aftë të nënshtrosh veten, ja ke dalë mban. Nëse je i aftë të fitosh mbi veten dhe dëshirat për ta nënshtruar atë ashtu si çdo Zoti subhanahu wa taala, i ke kapur frerët dhe po i mban fort. Ramazani e bën shumë thjesht. Ti ngrihesh në mëngjes, ke një orar të caktuar dhe ti tujahid nafsek. Pse se do flesh herët, do ngrihesh shpesh në mëngjes sepse ka në syfyr ka bereqet, ka hajër, do të ngrihem, do ta bëj këtë punë, të edukon Ramazani subhanallahu me mënyrë të thjeshtë, të natyrshme. Madje edhe fëmijët i edukon në këtë formë. Edhe fëmijët tanë elhamdulillah edukohen në këtë formë, vëllezërit e mi. Pa fjalë të mëdha. Ngrihu se do të ham syfyr, ka bereqet në syfyr. Do të ham që të jemi të fuqishëm, të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj gjatë ditës ti e ke ushqimin përpara, edhe pijen, mundësia për të ngrënë dhe pirë është në duart e tua, por ti nuk e bën. Pse? Ti fitove mbi veten tënde. Kjo është një mësim që ta jep Ramazani. Ja kështu duhet të jesh, thot Allahu subhanahu wa taala, robin. Nëse vjen urdhri zbatoje. Nëse ka ndalesë, frenohu prej saj. Je i aftë bësh të gjë? Në Ramazan çudi, subhanallahu. Njerëzit që e bëjnë këtë punë në Ramazan janë më të shumë se jashtë Ramazanit, kjo është fakt. Pse? Madje ndoshta edhe njerëz që ndoshta nuk falen rregullisht namazin, agjërojnë dhe bëhen më afër Allahut subhanahu wa taala. Pse vallë? Ata e krijuan këtë forcë tashmë. Funksionoi Ramazani tek ata, por do të jenë të afta, vazhdojnë dhe pas Ramazanit. Pra kjo është mujahidetun nafs. Ramazani është mejdani ku njeriu mund të luftojë me veten, sepse tashmë ka dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Në Ramazan frenohen shejtanët, zbret mëshirë nga Allahu subhanahu wa taala, hapen dyert e xhenetit. Dhe ku e di, me ato hapje të portave të xhenetit, ndoshta zemrat tona janë përmalluara për xhenetin. Zemrat e krijesave hapen, doan xhenetin e Allahut subhanahu wa taala.
Mbyllen dyert e zjarrit dhe njerëzit kanë shpresë të kthehen tek Allahu xhaleshanu. Dhe kjo e bën më të thjeshtë që të luftojnë veten e tyre. Ja pra Ramazani e bëri të mundur çfarë? Që ti të luftosh me veten tënde, të dalësh fitimtar. Dhe kuptojnë që nuk është çështje e vështirësie e fesë. Se njerëzit thonë feja është e vështirë, ka obligime, gjatë Ramazanit, pse je afta bësh të punë? Sepse dole me sukses të frenosh veten. Dhe në fakt nuk është e vështirë, sepse në fundit ajo që kërkohet të vëllezërit e mi është hedhja e hapit të parë. Sepse nëse ti bindesh dhe i nënshtrohesh Allahut subhanahu wa taala, do të sjell Zoti ndihmën, Allahu xhaleshanu. Do ta lehtësojë Allahu. Ti agjiron se ta lehtëson Allahu agjerimin subhanahu wa taala. Ti fal namazin se të pranon Allahu azza wa jalla në takim me të. Mos kujto se je ti i fortë ta bësh të punë, për ti e hodhe hapin. Ti e more guximin që të frenosh veten, ta nënshtrosh atë. Nëse bën këtë, elhamdulillah. Ja ka arritur khairin dhe ke luftuar veten. Kaq për të pikë vëllezërit e mi. Së dyti, në Ramazan është koha e përshtatshme më e mirë, ideale, që njeriu të arrijë takvallahun. Foli hoxha i nderuar që takvallahu është haku i Zotit subhanahu wa taala dhe një lidhje domosdoshme që robi du ta krijojë me Zotin e tij. Madje takva është nga cilësitë thelbësore që njeriu të jetë i shpëtuar në dynjë dhe në ahiret. Në Ramazan, o vëllezërit e mi, njerëzit e kanë më të thjeshtë që të arrijnë takuan. Pse? Sepse ata janë të prirur që të zbatojnë urdhëresat dhe të lënë ndalesat. A keni vënë re? Nëse jashtë Ramazanit e kemi të thjeshtë të flasim, të përgojojmë, të flasim keq, një fjalë ta nxjerrim pa, si themi ne, pa dogan, në Ramazan, nëse dikush flet, ti e ndjen se diçka nuk shkon. Pse? Është Ramazan dahim. Është Ramazan, është atmosfera e tillë. E ka bërë Allahu subhanahu wa taala që ti të shijosh frytet e takuas. Të shijosh se sa mirë është të jesh me takua, që të jesh brenda kufive të Allahut xhaleshanu. Të zbatosh urdhëresat, largohesh ndalesave me dritë nga Allahu subhanahu wa taala, me argument nga Zoti, për hir të dashurisë që ke për të, se kush të shtyn të agjirosh, më fal. Edhe fshehtas, ti e do Allahun subhanahu wa taala. Po i bindesh urdhit të Allahut xhaleshanu. Ti e bën se shpreson të hysh nga porta Rayyan. Ti e bën sepse ke shpresë të ruaj Zoti nga zjarri i xhehenemit. Pra kjo është thelbi i takwas. Ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala, kryen urdhëresat, larg ndalesave, me çfarë? Me shpresë dhe me frikë për Zotin subhanahu wa taala. Gjatë Ramazanit është e mundshme. Gjatë Ramazanit, momentin kur njeriu jeton me takvallëk, është me vend tani të përmend disa nga frytet e takwas o vëllezërit e mi, në mënyrë që nefsi ynë të jetë më i përmalluar për takuan. O vëllezërit e mi, ai që Zoti ka ofruar takuan subhanahu wa taala, ai ka shpëtuar nga çdo lloj ngushtie në dynjë dhe në ahiret. Dhe ka për të furnizuar Zoti ande nga nuk e mendon kurrë në kurrës. Pra në momentin që hyn në Ramazan, Ramazani të mundson që ti e qetësove shpirtin tënd tashmë nga çdo lloj frike dhe brenge. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai që arrin takuan i jep Zoti rrugëzidhje nga çdo lloj ngushtie dhe furnizon ande nga nuk e pret mendja e tij. Gjithashtu, takvaja është ajo që na jep mundësinë dhe atë që quhet Furqan. Pra gjatë Ramazanit mund ta them me bindje, Ramazani është mejdani më i sigurt, më i mirë që njeriu të arrijë të ofrojë vetes së tij Furqanin. Çfarë është Furqani? Aftësia për dalluar të mirën dhe të keqen. Për dalluar të vërtetën nga e kota. Dhe jo vetëm kaq, por edhe për ta pranuar të mirën, se thjesht vetë nuk është vetëm çështje akademike ose çështje diturie. Pra Furqan është një lloj aftësie, një lloj force, një lloj mundësie që ta jep Zoti xhaleshanu. Atëra mund të themi që Ramazani ja mundson njeriu që të fitojë këtë lloj force, pra të fitojë Furqanin, po patjetër. Përmes kujt? Përmes takwas. Sepse Allahu thot subhanahu wa taala: "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum." Nëse keni takwa, ju jep Zoti Furqan. Pra vëllezërit e mi, Ramazani është momenti ku njeriu qëndron me veten, nëse do ta aftësosh veten tënde, që të jesh i aftë, të ndash dhe udhëtimin pas Ramazanit ta bësh tashmë me një kriter dallues brenda shpirtit tënd, është pikërisht Ramazani vendi i duhur, edhe koha e duhur. Pra kjo
është një mundësi për të dalluar vërtetën nga e kota dhe të mirë nga e keqja. Gjithashtu, përmes kësaj devotshmërie dhe Ramazanit, që e mundson këtë devotshmëri o vëllezërit e mi, të jep Zoti dituri, të aftëson. Pra, nëse ne përkushtohemi në Ramazan ashtu siç duhet, për të realizuar takvallahun, që është thelbi i gjithë mirësisë së Ramazanit, sepse në fund të fundit u ligjërua Ramazani la'allakum tattaqun, me qëllim që të fitoni takvan, thot Allahu subhanahu wa taala, të vazhdoni rrugën të sigurt. Nëse i mundson vetes takvan përmes Ramazanit, o vëllezërit e mi, Allahu xhaleshan do të jap dituri të mjaftueshme, të dish atë që duhet të dish për dunjas dhe ahiretit. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bëuni devotshëm ndaj Allahut dhe Allahu ka për t'ju mësuar. Do t'ju mësoj të mirën, do t'ju udhëzoj drejt në rrugën tënde. Ja pra një qëndrim i sinqert me vetveten në Ramazan, e kuptojnë që vetja jote do të rregullohet. Ke nevojë për dije o vëllaim. Në çdo qëndrim që do të kesh në jetën tënde, në çdo zgjedhje që do të bësh. Jo vetëm çështjet e ahiretit, padyshim, edhe dynjaja. Nëse nuk të jep Allahu subhanahu wa taala aftësinë për të dalluar këtë dije të domosdoshme që ta dish në veten tënde, vallahi je i pafuqishëm. Gjithashtu, takvaja është mbrojtje nga kurthet e armiqve. Ja pra, e fitove edhe një mbrojtje tjetër nga Allahu subhanahu wa taala përmes takvas dhe agjerimit dhe muajit të Ramazanit. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a." Nëse bëni durim, dhe durimi padyshim është kryefjala e Ramazanit, dhe jeni të devotshëm, nuk ka për të dëmtuar kurthet e tyre. Ja pra, kjo e ka rregulluar dhe të ka dhënë ty një armë mbrojtëse, një mbrojtje që është e pathyeshme, mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Është shumë të dobi të tjera që ka takua vëllezërit e mi. Pra, nëse njeriu mediton dhe ulet me veten e tij, dhe e bën atë të kuptoj seriozitetin e çështjes së takuas, kjo është një arritje shumë e madhe e Ramazanit. Madje është thelbi asaj që kërkoi Zoti subhanahu wa taala. U ligjërua agjerimi i muajit të Ramazanit me qëllimin thelbësor që ju të arrini devotshmërinë, takuan. Nëse dikush pyet, mund të vazhdoj rrugën time ndrejt Zotit edhe të jemi sigurt në përfundimin e mirë nëse nuk kam takua? Ta them me bindje vëllaim dhe me keqardhje, jo. Me keqardhje në kuptimin që jemi ndoshta të dobët për ta realizuar ashtu si thot Zoti subhanahu wa taala. Por vallahi nuk është e pamundur. Të dobët jemi, po ja këto sezone që i sjell Zoti xhaleshano. Alhamdulillah, këtë muaj të bekuar Ramazanësh e bëjnë të mundur që alhamdulillah të qëndrojmë me vetveten dhe ta edukojmë dhe forcojmë atë. Kjo ishte për sa i përket takuas. Gjithashtu vëllezërit e mi, Ramazani i mundson njeriu që të shikojë dobësitë e vetes së tij, mangësitë e saj. Në Ramazan, pra Ramazani është një pasqyrë që ti tregon shumë qartë mangësitë tua. E shikon gjatë momentit kur ti je agjërueshëm, sa i durueshëm je. Pse? Sepse në Ramazan, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush të shan, të fyen, të ofendon, të lufton, ai gjen forcën që ti thuash jam agjërueshëm. E gjen atë forcë shpirtërore që është durimi, vetëpërmbajtja. Ramazani e kultivon këtë me një urdhër të thjeshtë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Nëse ju thon dikush, thoni jam agjërueshëm. Pra ktheja me të mirën e mund. Kjo është një pastrim i zemrës nga shumë mangësi. Pra është një qëndrim me vetveten tënde, duke parë veten tënde dhe duke rregulluar atë, duke kuruar disa prej sëmundjeve që ke brenda shpirtit. Ja disa prej tyre vëllezërit e mi që i kanë përmendur dietarët, për shembull, pastrimi i gjuhës nga thashë themet, shpifjet, fyerjet, pastrimi i shikimit nga ajo lehtësi e madhe që e kemi marrë, e hedhë syrin nga do. Gjatë Ramazanit jemi i kujdesshëm. Të jep një leksion të fortë Ramazani, kujdes se si në rregull. Jashtë Ramazanit mbase nuk e ke këtë lloj këshilluesi të fortë mbi kokë. Subhanallahu, çfarë ndodh në Ramazan? Nuk e di. Çfarë ndodh në Ramazan që në momentin që ti hap telefonin e llogarit veten më shumë, 10 herë më shumë, 100 herë ndoshta më shumë se sa jashtë Ramazanit. Pse? Kjo të tregojë ty një dobësi të vetes. Sa shpejt dhe sa të pavëmendshëm jemi me haramet. Sa të pakujdesshëm jemi, mbase ambientohemi dhe familiarizohemi me to. Mbase nuk na duken asgjë. Ramazani thot stop. Stop, kujdes. Është dobësi në veten tënde. Kujdes nga ky nxitim. Ta jep me një formë subhanallahu, nuk ke nevojë asnjë hoxh të rritë koka, as prindi, as njeriu i dashur të thotë ore mos se është Ramazan, jo valla. Kjo ndodh tek secili.
A është kjo një edukim me vetveten? A është ky domethënë një rregullim e pastrimi vetes tënde? Ja pra Ramazani e sjell të mirësi o vëllezërit e mi. Elus Allahun ta bëj të begatshëm për ne. Së pari vëllezërit e mi, nga këto sëmundje është mendjemadhësia. Uria dhe etja e kujtojnë njeriu se është i varur. Jashtë Ramazanit njeriu është ndoshta edhe nuk gaboj nëse them, shpeshherë tregohet fodull, mendjemadh, arrogant. Në sjelljet e tij, në mënyrën si përgjigjet, në mënyrën si trajtojnë të tjerët, a thua se të gjithë i kanë hak, domethënë duhet t'ia plotësojnë hakun e tij, a thua se ai është në qendër të botës, gjithçka vërtetet rreth tij. Por ja që mjaftojnë disa orë që ai të mos hajë ushqim, të mos pi dhe t'i thahet buza dhe ta shikoj veten se ç'sa vlen. Subhanallahu, je rob i dobët. Ke nevojë për disa kafshata që të mbash trupin drejt. Kush je ti që kërkon të jepet ky hak? Je askush. Ja pra mendjemadhësia e mori një mësim. Jo me fjalë, po e mori duke trajtuar, duke partin veten tënde sa i dobët je. La ilaha illallah. Kemi nevojë për mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kemi nevojë të trajtojmë me mëshirë Zotin xheleshan. Prandaj mendjemadhësia nuk ka vend te zemra e besimtarit. Ai që deri dje ndjej i fuqishëm, sot ndjen dobësinë e trupit të tij. Kjo përvojë e përditshme e thyen arrogancën. E fshehur dhe e kthen zemrën drejt për ulësisë. E bën njeriu të përulur dhe aq më tepër gjatë Ramazanit, në sejdë, në lutje, në kërkim falje gjatë natës, njeriu e sheh veten e tij si rob o vllai. Pra gjatë Ramazanit nuk i kishe këto sinjale të forta që ti je rob Zoti, edhe ti je urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala. Duhet falësh namazin, ule kokën në sejdë. Shtoj sejdë gjatë Ramazanit. Natë ngre duart dhe lutesh, ose kur çel momentin e çeljes të ngre duar dhe bën lutje. Kjo ngritja e duarve çfarë tregon? Ku është mendjemadhi në të mes? Ku është mendjemadhi në të mes? S'ka mendjemadh. Është i përulur, i përkushtuar, edhe unë jam një rob si gjitha të tjerë që po luten, s'ka asnjë ndryshim mes meje dhe këtyre. Ja mendjemadhësia u largua me disa vepra të thjeshta që i mësoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Robëve të Zotit, me urdhrin e Allahut xhaleshano. Së dyti o vëllezërit e mi, smira dhe kooperacia. Kooperacia nga të pasurit, smira nga të varfrit. Allahu musta'an. Smira, hasedi, zilia. Në Ramazan, që të dyja marrin, si thon, ilaçin e tyre, për të shëruar, subhanallah. Smira, kur ti shtron iftare, jep sadaka, ndihmon atij ka nevojë, ai nuk e ka më zili dhe smir dhe hased të pasurin, por ka vëlla që kujdeset për të. Është i vëlla i dashur, i cili mendon edhe për mua. Ka vend smira në të mes? Thyet smira. Me dhurat, me sadaka, me ushqim, me iftar, kjo elhamdulillah e largon smirën. Nga krau tjetër kooperacia. Njeriu e do pasurinë, e do dhe nuk e lëshon nga dora, kërkon të mbledh për veten e tij. Ja që Ramazani është mejdani i duhur edhe shikon njerëzit, më shumë se në çdo kohë tjetër, si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ishte tamam karrihul mursala, tamam se ajo era që vjen me begati. Në Ramazan mos pyet për begatin që sillte ose bujarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu janë njerëzit gjatë Ramazanit, si profeti i tyre sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe smira dhe kooperacia gjetën ilaçin në Ramazan dhe njeriu e përgatit dhe rregulloi veten e tij. Gjithashtu është urrejtja vëllezërit e mi. Edhe urrejtja, momentin që njeriu e shikon dobësinë e tij dhe në momentin që njeriu lutet dhe falet gjatë Ramazanit dhe thot: "O Zot, më fal. O Zot, më fal gjunafet e mia, më fal kusuret e mia. Më fal mangësitë e mia." Njeriu që lutet gjithmonë për falje, padyshim që dihet edhe falet edhe vet, me ata që kanë hyrë në hak. Dhe në fakt nuk bëhet kjo thjesht vetëm nga ana logjike, me që unë kërkoj faljen e Allahut subhanahu wa taala, edhe duhet që ti falet të tjerët, thjesht një lidhje logjike, jo as pak. Po është një lloj, domethënë ndjenje që krijohet brenda teje. Ti e kërkon me përulësi faljen. Ja kërkon Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo nuk mund të përjetohet ndryshe vetëse në këtë atmosferë Ramazani. Nuk mund të përjetohen të tilla ndjenja o vëllezërit e mi. Vetëm Ramazan. Jashtë, elhamdulillah, ka dhënë Zoti subhanahu wa taala dhe sezonet e tjera, por Ramazani vallahi është një stacion që elus Allahu subhanahu wa taala të na nxjerr faqe bardhë prej tij. Pika e katërt o vëllezërit e mi është ndërtimi i karakterit. Ramazani si shkollë e durimit për ulësisë dhe qëndrueshmërisë. Ramazani nuk synon të ndryshojë vetëm orarin ton, por të formosojë karakterin ton. Njerëz janë robër të bindur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ata veprojnë kur urdhërohen
ndalen kur urdhrohen. Pra urdhri dhe ndalesa janë ato që ndikojnë tek muslimani. Muslimani nuk ecën spontan. Kjo është një anë shumë e rëndësishme e karakterit. Nuk jam si gjithë të tjerët. Edhe burri dhe gruaja, djali dhe vajza, hiriu e reja, janë njerëz që hedhin hapin duke e matur mirë. Kjo është një forcë e madhe e karakterit vëllezër e mi. Nuk janë ande nga të fry era, ande nga të dalin modat, ande nga dalin prirjet që ka njerëzimi sot për të shkatruar në veten e tij, në familjen e tij, moralin, gjitha drejtimet. Jo. Muslimani ka karakterin e vet, ka personalitetin e vet dhe gjatë Ramazanit kjo elhamdulillah forcohet dhe përsoset. Së pari durimi o vëllezër e mi. Agjerimi është ushtrimi i përditshëm i sabrit. Durim ndaj urisë dhe etjes, durim ndaj lodhjes, durim ndaj provokimit. Njeriu mëson të mos reagojë më një herë. Si thon, të gëlltitet një herë, dhe 2 herë dhe 3 herë, dhe të mendohet mirë para se të hedh hapin dhe të reagojë. Ndoshta edhe në rastet kur luftohet ose kur fyet dhe ofendohet. Pra kjo është përgatitje e karakterit, kalitje durimit. Dhe pas Ramazanit kjo e keni parë atë njeriu pas Ramazanit që edhe pse mbaroi agjerimi, kur do të pi një gotë ujë, mendohet një herë, jam agjerueshëm apo s'jam agjerueshëm. E njëjta gjë edhe me reagimin ton. Pra ti nëse do të reagosh edhe dalë se jam agjerueshëm, nuk duhet. Alhamdulillah, shkollë, e cila po e more diplomën jo me të paguar. E more diplomën të saktë, duke i dhënë maksimumin tënd, vallahi do të vlejë atë diplomë gjatë gjithë udhëtimit drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra, ky durim nuk është pasivitet, padyshim, por është forcë e brendshme që e bën njeriu më të qëndrueshëm përballë jetës dhe më të vazhdueshëm. Së dyti, për ulësia. Kur njeriu ndjen dobësinë e trupit të tij dhe varësinë e plotë tek Allahu xhaleshanu, atij është i përulur. Pra mëson të jetë i përulur njeriu, të jetë si gjithë njerëzit e tjerë, mos kërkoj ofiqe ose grada që nuk kanë asnjë lidhje me robin. Pra është i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ai e kupton dhe kujton vazhdimisht se çdo mirësi është dhuratë dhe çdo fuqi që ne kemi është e përkohshme. Siç është fuqia jonë e përditshme kur ham ushqim, nëse s'ha ushqim, ikën fuqia jote. Por mos harro se ka dhe faktorë të tjerë përveç ushqimit, edhe pijes. Është edhe mosha. Do të kaloj koha dhe do të jesh i pafuqishëm një ditë. Pra për ulësi, ke nevojë për Allahun subhanahu wa taala. E mëson Ramazan. Gjithashtu qëndrueshmëria, agjerimi kërkon vazhdimsi, nuk është një përpjekje e momentit, por disiplinë e përditshme. Zimi në syfyr, namazi teravive, dhikri, lutjet, programimi i kohës për lexuar Kur'anin, e tjerë gjitha këto e mëson njeriu në Ramazanit të mos dorëzohet lehtë dhe të jetë i vazhdueshëm. Pra nuk është vetëm një ditë e vetme. Është një muaj dhe Ramazani të jep një mësim dhe leksion të shkëlqyer. Pra ayamen ma'dudat, sigurisht citoj vllai ajetin, ditë të numëruara. Ramazani na mëson që këto ditë të numëruara ka një program të caktuar. Siç është Ramazani është dhe jeta jonë. Ditë të numëruara janë një program që do ta vendosim dhe na jep mundësinë që ne të vendosim programin ton. Kalojmë te pika tjetër dhe e fundit o vëllezër e mi, është menaxhimi i kohës dhe prioritetet. Njeriu që mediton me veten e tij gjatë Ramazanit merr të leksion shumë të rëndësishëm. Duke i treguar vetes dhe duke e bërë të qartë cilat janë prioritetet. Në Ramazan njeriu e kupton se cilat duhet të jenë prioritetet e njeriu në jetën e tij. Se jashtë Ramazanit nuk është ai që përkushtuar dhe nuk është në nivelin e duhur. Ramazani është një provë e qartë e mënyrës se si e përdorim kohën tonë. Në këtë muaj ritmi i jetës ndryshon. Zgjohemi më herët, qëndrojmë zgjuar më gjatë, natën, rrisim madhurimet, tregojmë kujdes më të madh ndaj harameve dhe më të kujdesshëm. Pra gjitha kjo është një lloj ritmi jete tashmë dhe po formojmë karakterin ton dhe po japim ose po menaxhojmë veten ton më mirë inshallah. Si e përdorim kohën? Ramazani na vendos përballë kësaj pyetje me sinqeritet. Sa kohë i kushtojmë Kur'anit, sa kohë duas, reflektimit, meditimit, sa kohë i kushtojmë ahiretit, dhe në fakt në Ramazan pse po përkiqem kaq shumë, se kërkojmë ahiretin. Kërkojmë domethënë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pra si e përdorim kohën, na mëson Ramazani që të vendosim kohën në përpara syve. Asnjëherë mos e neglizhojmë humbjen e kohës. Dhe në Ramazan kjo njeriu këtë bën natyrshëm fare. Sa gjen një moment të lirë, kohë të lirë, do të ulem të lexoj Kur'an, se ka sevap. Më fal. Pse jashtë Ramazanit nuk është kjo? Nuk është e njëjta
situatë që ta bëjmë, ke kohë të lirë, shfrytëzoje dhe lexo. Gjatë Ramazanit e more ta shfrytëzosh kohën ashtu si duhet dhe e shijove shfrytëzimin e kohës si duhet. E more mësimin gjatë Ramazanit. Gjithashtu është çfarë sakrifikojmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Në Ramazan ti nuk ka ushqim, e sakrifikove uria, etja jote, dëshira jote, ti hoqe minjan, madje dhe si thon arroganca jote ose egoizmi yt, edhe kur dikush të flet ti je i forti, i fuqishmi, ti ulesh dhe thua jam agjirushëm. Dhe tregon ti sakrifikon diçka. Po apo jemi të gatshëm të sakrifikojmë çdo gjë të keqe që na ndalon nga rruga e Zotit subhanahu wa taala. Ky është mësim shumë i rëndësishëm. Do të bëjmë të aftë që pas Ramazanit të sakrifikojmë gjithçka që qëndron mes nesh dhe Allahut subhanahu wa taala. Mes nesh dhe qëllimit që kemi vënë vetes tonë, që është xheneti i Allahut subhanahu wa taala, përjetësia në xhenetet e Zotit. Dhe ndershmëria në këtë botë, ashtu si Zoti kënaqet me ne. Pra Ramazani si riorganizim jetësor. Gjatë Ramazanit gjejmë kohë për namaz nate, lexim të përditshëm të Kuranit, për sadaka dhe reflektim. Atëherë kjo tregon se jeta mund të riorganizohet. Jeta mund të riorganizohet dhe të rregullohet njeriu. Pra ja ku dolëm në fund të vëllezërit e mi, që është e mundur që njeriu të rregullojë vetveten në Ramazan. Më shumë dhe më mirë se në çdo kohë tjetër. Elus Allahun azza wa jall. Ta bëj të Ramazan një Ramazan ku të arrijmë takvallahun për Zotin subhanahu wa taala. Elus Allahun që të dalim nga ky Ramazan me zemra të pastruara, nga çdo lloj sëmundje që na pengon nga rrugëtimi drejt Zotit xhaleshan. Elus Allahun të jemi për atyre që i ka shkliruar nga zjarri i xhehenemit dhe na ka bërë për xhenet live tashmë. Elus Allahun të mos na privojë nga mëshira e tij për shkak të mangësive dhe dobësisë tonë. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.